gjallë për një mend. Amen. Aleluja. Unë jam ardhia ju shërmendët, ati është vreshtari. Kush do të rinë dashuri, ky shumë fryt do të jap. Aleluja, Krishtin gjallë për një mend. Amen. Aleluja. Aleluja, Krishtin gjallë për një mend. Amen. Aleluja. Kush fjalën time dëgjon, jeton në të vërtetën, e me guxim do të dëshmoj me gjithë jetën e tij. Aleluja, Krishtin gjallë për një mend. Amen. Aleluja. Aleluja, Krishtin gjallë për një mend. Amen. Aleluja. Në emrin tim kërkoni çka të doni ju prej atit, e do të merrni çdo të mirë, shpirtin shenjtë do t'ju jap. Aleluja, Krishtin gjallë për një mend. Amen. Aleluja. Aleluja, Krishtin gjallë për një mend. Amen. Aleluja. Në mentatit e Birit dhe të Shpirtit Shenjtë. Hiri i Zotit ton Jezu Krishti, dashuria e hyhat, dhe ndikimi i Shpirtit Shenjtë qofë me ju të gjithë. Vëllezër motrat e dashur, me gëzim krentoj kjo meshën e shenjtë në kokët e Pashkëve, në përgatitje e festat që përfundon e plotson Pashkët e Zotit, do me thamë fryti i ringjallis e Krishti, që është zbritja e Shpirtit Shenjtë. Sytë kemi ngull në ditën e rshajve, për të cili kërkojnë se Zoti mbi ne ripërsërit lurata e zjarje dashurisë që vjen prej së larti. Kjo flaka e dashurisë që pastron zemrat tona e që për me jepë botës paqen, si do të dëgjojnë nga Ungjili, një paqe që nuk jep botës, por që vjen prej së larti, duke ndjegë egoizmat, duke ndjegë të gjitha padrejtësi që janë në jetën tonë, në duar tona, në veprimtarinë tonë. Për të arsye me përvojtëni kërkojmë falje për mëkatet tona. Po i rfehem, hyjt e gjithë pustetshëm, dhe juve o vlezër e motra, se kam katënuar shumë, me mendime, me fjalë, me vepra dhe me lëshime, për fajin tim, për matmallin fajin tim, prandaj poj porositën se lumes Mari, gjithmonë virgjër, të gjithë engjërve, shenjtërve, dhe juve o vlezër e motra, që të luteni për mua, Zoti ty tonë. Hyj gjithë pustetshëm pas me shirë për ne, na i falë mëkatet tona dhe na përcjell në jetën e pasosur. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie,
të madhëroj, po të falenderoj për lavdin tante të pakufi. Zotrim breqeror i hati gjithë pushtetshëm, Zotrim një lindur Jezu Krisht, lavdi, 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 në lavdim qelore, e mbi to, paqa qof njerëzve që i ka për zemër. Zotit rëngjit biri hati, ti që shpje mëkatet e botës ki mëshirë për ne. Ti që shpje mëkatet e botës pranoje lutjen tonë. Ti që rinët të djathën e atit ki mëshirë për ne. Lavdi, 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 në lavdim qelore, e mbi to, paqa qof njerëzve që i ka për zemër. Sepse vetëm ti e shenjti, vetëm ti e Zoti, vetëm ti e i tejet larti o Jezu Krisht, se bashku me shpirtin shenjë në lavdin e hyjtar. Amen, amen. Lavdi, 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 në lavdim qelore, qof njerëzve që i ka për zemër. Te lutemi. O hyj i gjipustetshëm, veti kremtojnë të ditë me një zel të flakt, në nder të zotërisë së ngjallur, që ngjarjet që po përkujtojnë të ndikojnë e veprat tona. Ne për Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënë, që me ty jetojmë mbretëron në bashkim me shpirtin shenjt, hyj për të gjithë shekuj të shekujve. Lexim prej veprave të apostujve. Në atë ditë, zbritën disa prej Judes dhe filluan t'i mësojnë vëllezërit. Po nuk u rrethpret, sipas dokës së Mojsiut, nuk mund të shëlboheni. U bë një grindje dhe një ragatje jo e vogël ndërmjet tyre dhe Palit e Barnabës. U përfundua që Pali, Barnaba e disa të tjerë prej tyre të shkojnë në Jeruzalem tek apostujt e pleqt për ta sqaruar çështjen. Atëherë apostujt e pleqt në përkim me mbar kishën përfunduan që t'i zgjedhin disa njerëz prej tyre e t'i dërgojnë bashkë me Palin e Barnabën në Antioki. U caktuan Juda që quhet Barsab dhe Sila, njerëz me rëndësi ndër vëllezër. Për duar të tyre u dërguan këtë letër: apostujt dhe pleqt, vëllezërve të kthyer prej paganëve në Antioki, në Siri e në Cilici, për shëndetje. Pasi morën vesh se disa prej tanëve, por pa lejen tonë, erdhen dhe ju trazuan me fjalë, duke u shqetësuar shpirtin. Ne prandaj caktuam në përkim të plotë të gjithë njerëzve, të zgjedhim disa njerëz e t'i dërgojmë ndër ju bashkë me të dashurit tanë, Barnabën e Palin, njerëz që ja kanë kushtuar jetën e vetë Zotit tonë Jezu Krishtit. Po ju dërgojmë pra Judën e Silën, të cilët do t'u akumtojnë gojarisht po të njëjtën gjë. Përfunduam pra, Shpirti i Shenjtë dhe ne të
të mos ju ngarkojmë asnjë barë tjetër për mbi ato që janë të nevojshme. Të ruheni prej mishit të flijuar idhujve, prej gjakut, prej mishit të baktisë së furur ose të mbytur në ujë dhe nga flikshtia. Bëni mirë nëse do të ruheni nga këto. Shëndet e të fala, fjala e Zotit. Falenderojmë ty. Lëvdoje Zotin ton, lëvdojeni të gjithë, lëvdoje Zotin ton, lëvdojeni të gjithë. Hyj pas mëshirë për ne e na bekoft, bëf të ndriçoj fytyra e ti mbi ne, që në tokë të njet udha e ti, në të gjitha kombet shpëtimi i ti. Lëvdoje Zotin ton, lëvdojeni të gjithë, lëvdoje Zotin ton, lëvdojeni të gjithë. Le të galdojmë e le të bërasim popujt, sepse popujt i gjykuan me drejtësi, sepse kombet mi tokë ti i sundon. Lëvdoje Zotin ton, lëvdojeni të gjithë, lëvdoje Zotin ton, lëvdojeni të gjithë. Të dhënçin lavdi mbar popujt o hy, mbar popujt e botës ty të lavdrofshin. Na bekoft hyj, frik e paçi mbar skajet e botës. Lëvdoje Zotin ton, lëvdojeni të gjithë, lëvdoje Zotin ton, lëvdojeni të gjithë. Lexim prej zbulesës së Shëngjonit Apostull. Angjëlli me kaloi në shpirt në maj të një mali të lartë dhe ma tregoi qytetin e shenjtë, Jeruzalemin. Po zbriste nga qielli i prej hyjet. Shkëlqente nga lavdia e hyjet. I shndrishëm, por siguri i paqmueshëm, por siguri i jaspis kristalor. Rreth e me mure të mëdha të larta. Kishte 12 dyër e në dyër 12 engjëj, dhe të shkruar emrat e 12 fisëve të bijve të Izraelit. Në lindje 3 dyër, në veri 3 dyër, në jug 3 dyër e në perëndim 3 dyër. Muret e qytetit kishin 12 themele, e mbi to 12 emrat e 12 apostujve të qengjit. Sheshi i qytetit ari kulluar, i të i pashëm por si kristali. Në qytet tempull nuk pash, sepse tempulli i tij është Zoti hyji, i gjithë pushteshmi edhe qengji. Qyteti s'ka nevojë për diell as për han për të ndriçuar, sepse ndriçon lavdia hyjit, sikur se lampa e tij është qengji. Fjala e Zotit. Falenderojmë ty. Halleluja, 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 halleluja.
Nëse ndokush më do, ai do të ma baj fjalën, thot Zoti. Ati im do ta duaje e tek ai do të banojmë. Alleluia, 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 alleluia. Zoti qof me ju. Leximi i Ungjillit shenjtë sipas Gjonit. Në atë kohë Jezus ju thanë zanësve të vetë: nëse ndokush me do, ai do të mbaj fjalen. Ati im do të duaje, tek ai do të vinë e tek ai do të banojmë. Kusht nuk me do, nuk i mban fjalet e mia. E fjala që po dëgjoni nuk është imja, por është e ati që me dërgoi e atit. To fjalë ju a thashtë ndërsa banova me ju. E Shpirti Shenjtë mbrojtës, të cilin do t'ju dërgoj ati në emër tim, ai do t'ju amësoj të gjitha, le do t'ju përkujtoj gjithka, unë ju thash. Po ju le pacen, po ju jap pacen time, nuk po ju a jap siç e jep bota. Mos t'ju shqetësohet zemra, as të mos ju trembet. Ju dëgjuat se ju thash, po shkoj, le do të kthehen te ju. Po të me donit, do të galdonit se po shkoj tek ati, sepse ati është maj madh se unë. Ju thash tani, para se të ndollë, që të besoni kur të ndollë. Fjala e Zotit, lavdi ty, o Krist. Shpresoj se keni mërvesh lezimin e parë mbi veprat e apostujve, sepse na tregon një moment veçantë e jetës e kishës, në moment vendimtar, kur kisha si komunitet të nxënës që pranojnë Krishti si Mesia, shpëtimtar, e merr identitetin e vet. Asë një proces gradual. Ne shpesh mendojnë se çdo gjë ndodh ashtu në mënyrë e papritur ose me shpejtësi, ndërsa shikojnë se kjo ndërgjegje e plotë për çka është vepra e Krishti për shpëtimin e botës, as diçka që rritet në ndërgjegjen e kuptimi të krishterët e parë, edhe me disa debate, kontradita, sepse jo të gjithë kuptojnë me njëherë çdo gjë, ose janë lidhur me disa paragjykimet ose zakonat që kishin përpara, që nuk lejon një pamje e re. Çështja është shumë qartë, shpjeguar nga Shën Luka në Veprat e Apostujve. Vjen momenti në të cili kjo kishë që lindë në barkun e Izraelit fillon me qenë hapur gradualisht edhe në realitetet tjerë. Si kanë thënë shumë herë, për me shpjeguar kjo fenomen, kalojnë nga një vizion, që është një vizion ngushtë, që karakterizohet sidomos disa periuda, jo të gjitha periudat, e jo të gjitha librat e bezlidhjet e vjetër, por vetëm disa zonat, me të cili kemi një vizion ngushtë për shumë arsye edhe historike, për të cili Izraeli mendon që është i vetmi. Izraeli në ndërgjegjen e tij fetar në këtë kuptim që është
jemi popull i zgjelur, kemi një bezdidhje veçantë që na garanton që Zoti na shoqëron në historinë tonë, në periudhë të ndryshme, që na siguron një ecje fort, një ecje sigurt. Mirë, kjo ndërgjegje, nëse interpretohet në mënyrë ngushtë, krijon një çfarë lloj izolimi. Tendenca me izoluar, duke thënë ne jemi një grup privilegjuar në mes të tjerë që janë njerëz që nuk kuptojnë asgjë e që në fakt janë dënuar, janë eliminuar, nuk e njohin Zoti për të arsye nuk kanë shpëtim. Asnjë tundim që edhe mes krishterëve vjen periodikisht. E ato kjo ideja është një ide që vërtet kisha balafaqon në filimi, jemi në veprat e apostujve në dekadat e parë e jetës së kishës mas ringjalljes të Krishtit. Por ndryshon perspektivë. Kuptohet se misioni e Izraelit që as piknisjes e misteri i shpëtimit nuk as me qenë i vetmi, po me qenë i pari. Janë dy gjëra të ndryshme. Me qenë i vetmi përjashton tjerët. Me qenë i pari është fillimi i një proces që as gradualisht një përhapje, sepse shpëtimi i Zotit zbulohet në mënyrë definitive nëpërmjet Jezu Krishti, se është për ta njerëzimi, jo për disa, jo për një popull i privilegjuar, po privilegjet e Izraelit as një angazhim ndaj njerëzimit mbar. Kjo është kuptimi i ri që vjen gradualisht edhe në kisha filestare, që lindë me këtë mentalitet. Krishti erdhi për ne, Krishti erdhi për 12 fiset e Izraelit. Për të arsye, për me qenë tamam zhenës të Krishti, përpara duke me qenë njerëz që në mënyrë besnike zbaton, e njohë e zbaton, çka? Ligjin e Mojsiut. Përpara duke me qenë judeas mirë, për me qenë krishteri mirë. Mojsiu është dera për me jetuar një jetë si pëlqen Zoti. Kjo vjen krizi i parë, sepse sidomos Pali, Barnabes, që janë figura spikuar e kjo kishë që vjen nga diaspora, e ka një vizion tjetër. Ata jetojnë në ambientet të paganëve, në kontakte me kultura helenistike, shikojnë bota në një pikpamje tjetër, e atëherë kuptojnë se kjo fjalë shpëtimtar nuk është vetëm për disa, por për të gjithë. E ata fillojnë gradualisht, duke filluar nga kisha e Antiokisë, me përhapur mesazhin jo vetëm në meset e ebrejnë, tamam ebrej, jo vetëm për ata që janë nga diaspora, ndoshta nuk flasin ma hebraiste ose aramaiste, por flasin greqisht, po janë ebrej, por edhe ata popullsi o njerëz që vjen nga paganizëm, nga një kultura jo jude, që kanë pratikuar një feti tjetër, e të cili kërkojnë me qenë në zendë të Jezusi, pse e kuptojnë se fjala e ungjillit, lajmin e mirë për shpëtimi, është një ftesë e një propozim për të gjithë, edhe për ta, janë tërhequr. E në Antioki finon me qenë pranuar në komunitetin e kishë nëpërmjet pagëzimi. Do me thanë se kjo kalimi është një kalime shumë rëndësishme. Per herën e parë na dëshbon Shën Luka në veprat e apostujve, në Antioki, nxënësit e Krishti nuk janë quajtur ma, si ishte të ebrejve Nazarenas, por Krishter. Fjala Krishter lind atje në këtë kontekst. Mirë, çfarë është problemi? Problemi është se kur në Jeruzalem, në pjesa ma tradicionale e kisha filestare, dëgjojnë se në Antioki, sidomos nëpërmjet Pali, Barnabas, janë pranuar në kishë, janë pagëzuar njerëz që përpara nuk ka qenë rreth prerë, do me thënë nuk ka qenë pjesë
e populli i Izraelit nëpërmjet riti rreth prerjes edhe procesi i prozelitizmi jude, ata mendojnë se ata nuk e bën një gabim i madh, sepse pagëzimi me Krishti as vetëm për ata që janë tamam jude, zbatues e ligjit e Mojziut. Problemi çfarë është? Pali e kupton shumë mirë e në letrat e tij vazhdon me shpjeguar kjo punë e në letra Romakëve, letra Galatëve e shumë letrat e tij. Problemi është, nëse Mojziu është domosdoshme për shpëtimi, e këtu kuptohet shumë që ata thonë, nëse nuk zbatoni dokës e Mojziut, nuk mund të shërboheni. Shëlbimi, shpëtimi, është lidhur me zbatimi e ligjit e Mojziut. Allora, thot Pali, atëherë çka na shërben Krishti? Çka ka bë Krishti në kryq? Flijimi i tij, gjakun e tij, për çka shërben? Nëse nuk shpëton, nëse ne nuk zbatojmë e nuk pranojmë ligjin e Mojziut, kush na ka shpëtuar? Mojziu o Jezu Krishti? Ata e kuptojnë shumë qartë se këtu ka një kontradikt. Për të cili do të kemi një proces, do të jetë sinodi i parë, sinodi i kishës, të cili thohet, është përmbledhur në fund, se nuk ekziston asnjë vepër njerëzore, shpirtërore, fetare, ligjore, e shenjtë që vjen nga njeriu, që ka mundësi për me prodhuar shpëtimi. Shpëtimi vjen vetëm nga Jezu Krishti. Për të arsye, ata që pranojnë Jezu Krishti, që pranojnë kryqin e tij si mjet të shpëtimi, gjakun e tij si jetë e re që çon në ringjallje, ata janë shpëtuar, pavarësisht nëse kalojnë apo jo nëpërmjet tradita e dohja të Mojziut. As keq Mojziu, jo. Shempali e skeron kjo punë. Jeni jude, si unë. Jeni nga traditat e judeve. Këta nuk janë në kontradikt. Po mos mendoni se zbatimi të zakonave ju shpëton duke zëvendësuar vepra e Jezu Krishti, ose duke krijuar një çfarë lloji dogan, në të cili duke paguar për me fituar shpëtimi i Krishtit, duke me paguar një taksë Mojziut. Jo, as Krishti që shpëton. Për të arsye, ata që janë nga paganizëm, nga helenizëm, e nuk kanë njohur, e nuk kanë në traditën e vetë kjo gjëra që janë lidhur me judaizmi, shkojnë drejt për drejt te Jezu Krishti e shpëton barabartë se tjerët. Çka është shpëtimi që na vjen nga veprat e tij. A kuptoni sa rëndësishme është kjo mentalitet, sepse shpesh mes nesh ndoshta në mënyrë jo keq, por me qëllimin e mirë lindi ideja që duke me ba unë për me shpëtu. Vjen njerëzë që me kërkojnë, unë kam këta problema, çfarë lutje veçantë kam për me thanë, për me... Nuk kemi të folu për magji, jemi shumë folur për fe. Unë thoi, ekziston vetëm dy lloj lutje që funksionon ose nuk funksionon. Lutja me fe e lutja pa fe. Nuk ekziston një formullë që është më mirë se një formullë tjetër, që kalojnë në magji. As që ke brenda, edhe lutja ma e thjesht, edhe lutja ma e ashtu varfër nga ana formale, por sinqert në zemër, edhe me dy fjalë, ka efikasmëri mbi feja me të cilit ti drejtohet e pranoj veprën e Zotit në jetën tuaj. Jo pse ke thënë 30 herë ato lutja veçantë, ke siguruar diçka nga Zoti automatikisht, si Zoti ishte në borxhe me ne. Ja, nuk funksionon ashtu. Fare. Edhe gjana më të thjesht, po më sinqert, janë ata që kanë rrugën e hapur në zemrën e Zotit. Atëherë kjo është çka mesimi që na vjen në mënyrë veçantë nga kjo pjesë, kjo mënyrë tragjike, sepse shpesh jemi tundimin ton as me lidhur me disa veprimtari veçantë, vepra e Zotit.
Edhe sakramentet, që ne dim gjithmonë janë me efikasmëri. Flasim për pagëzim, për Eukaristin. Ata na sjell veprën e Zotit neve. Por nëse nuk janë pranuar me fe, shpesh rrim pa efekt. Një pagëzim merr formalist, ta siguron veprën e Zotit, po për arsye që mungon praninë tënde në mënyrë e duhur, lurata bëhet, por pa efekt. Pa efekt. Kungimi që bajnë as vërtet, marrja e trupi i Krishtit i vërtet. Po nëse nuk ka një fe gjallë, një dashuri e një përgatitje që merr diçka rëndësishme për jetën time, duke ripërsëritë bezdidjen time me Zotin e Zotin me mua, vjen në mënyrë reale, në mënyrë nuk diskutohet që asë, por pa efekt për mua. Pse nuk janë gati për me pranuar hirin e Zotit? Hiri vjen si njeriu që shkon, nuk e di, jashtë, si në një ditë që bie shiu prej Selarti, e vjen shiu, shkon ashtu e merr ujë, e ban lag, ndoshta krejt, ose me çadër. Në këtë rast, çadra ka një efekt negativ. Vjen hiri në Zotit si shiu, po unë hapë një çadër që pengon se ujë ose hiri ma prek në trup, në jetë, në shpirt. Atëherë janë unë që pengoj, janë unë që pengoj në lirin time gabuar. Për që arsye, çka duke me mësuar? Duke me mësuar në ranën e parë. Feja e sigur se Zoti gjithmonë vepron, pavarësisht nga konteksti formale për një lutje tjetër. Që edhe në sakrament ai gjithmonë vepron në mënyrë me efikasmëri. Por mos harroni që kemi edhe ne një veprë që është një veprë jo që prolong hirin, por që pengon hirin për me ba efekt në jetën time. Dakor? Zoti gjithmonë vepron e vepron me bujari, me bujari. Kur e ka shumëzuar buka e peshkë për 5.000 vetë, kanë tepruar 12 shportat. Ashtu vepron Zoti. Nuk ta jep veten që ka kemi nevojë, edhe me të pris na pasuron. Po ne, shporta jonë, është hapur o është mbyllur? Kjo è problem, është një problem subjetiv. Jo që takon Zoti, por në takon neve. Kemi mundësi edhe për me ba një mur nga veprën e Zoti. Kjo është liria e gabuar që kemi disa herë. Për të arsye, në ranën e parë, Zoti vepron gjithmonë, vepron në përmjet Jezu Kristi e jo dikush tjetër. Dakor? Në përmjet Jezu Kristi, në fuqinë e Shpirtit Shenjtë, po vullnetin e Atin. Për ne, për shpëtimin tonë. Kjo është vërteta tjetër. Edhe për këtë arsye, duke me jetuar me dashuri e me njohje. Vetëm mbaroj duke cituar fillimi e Ungjillit që kemi dëgjuar, që me duke në këtë moment e merr kuptimin e tij plot. Jezusi tha nxënësve: "Nëse kush më do, ai do të mbaj fjalën time." Kjo është çështje për me kuptuar çdo gjë. Nuk është nëse dikush zbaton fjalët e mia ose rregullat fetare ose ligjit e Mojsiut ose 10 urdhrimet e Zotit, automatikisht më do. Ndoshta zbatojnë për frikë, ndoshta zbatojnë për zakon, ndoshta zbatojnë sepse jemi detyruar nga jashta, jo, kjo nuk është feja krishtere. Feja krishtere është pikërisht si shpjegon Gjoni. Nga dashuria vjen zbatimi fjales. Veprat tona e kanë kuptim jo për para,
se për para vetëm vepron Jezu Krishti. Po mbrapa, për me përgjigjë, po, për me tregua që kemi kuptuar, se jemi në përputhje, se jemi në sintoni me çka Zoti ka vepruar për ne e na ka mësuar, atë vepra vërtetojnë. Sepse janë fjalët e hirin e Zotit as transformues, e atëherë veprat tona janë përgjigja jonë, plot me mirënjohje e plot me dashuri. Besoj se të gjithë ju e përjetoni këtë gjë në familje, në lidhje më ngushtë që kemi njerëzore, se kur keni dikush për zemër, tu ka shumë gjushat, e di si shkrihen për nipat e veta, ose nana për fëmijët e vetë, ose babat, ose të dashurit e fejuarit e gjanat e ti. Vjen momentin dhe cili kjo dashuria që as si flakë brendshme e ka nevojë për me qenë konkretizuar me një luratë, me një përkujtim, me një fjalë bukur, me një paketë, nuk e di, duke kujtuar dita e Kristindjes ose dita e Shën Valentini, nuk e di çka. Po kemi nevojë për me konkretizuar çka kemi brenda. Por ne e di shumë mirë se edhe lurata që bahet, shembull, për një ditëlindje ose Shën Valentini, ka kjo datë, atë duke me zbatuar se nëse nuk e bajnë, çka mendon ai, ndoshta mendon se ju nuk vlerësoj, ma shumë atë bajnë për një frikë, se për një dashuri. Dëshiroj vete me qenë liruar nga borxhë e me ba një luratë. Ashtë dashuria kjo? Jo. Kjo lurata tregon dashuri? Jo. Tregon vete formalizën jashtme. Për të arsye ndryshojnë perspektive. Shikojnë çfarë qelësia e marrëdhënies që kemi me Zotin, ashtë dashurinë e vërtetë, jemi preku nga dashuria hyjnore, atë përgjigja do të vinë si përgjigja absolutisht pozitive e vlerëshme. Atëherë rikujtojmë, besojnë në këtë javë, meditojmë mbi këtë fjalë që rilexojmë një herë. Nëse ndokush me do, dashuria vjen përpara, ai do të më mbaj fjalën. Atëherë zbatoni edhe mesimet, rregullat, çdo gjë. Po ky është motori që siguron në marrëdhënies nosh me Zotin. Qoftë lut Jezu Krishti. Besoj një hyj të vetëm Atin e gjithëpustetshëm, krijuesin e qiellit e tokës, të gjitha sendve që shihe që nuk shihem. Besoj një Zot të vetëm, Jezu Krishtin, një të vetmin birin e hyjt, të lindur për jatit para të gjithë shekullit. Hyj prej hyjt, dritë prej dritës, hyj vërtet prej hyjt e vërtet. Ndorjoj krijuar të ngjeshë me Atin, në përmjet të cili janë krijuar të gjitha sendet. Ai për në njerëzit, le për shpëtimin ton, zbriti prej qiellit, e u mishruar për virtyt të Shpirtit Shenjtë, prej Virgjës Mari, le u ba njeri. Le u kryqëzua për ne në Ponsin Pilat, psoj le u varos, le u ngjall të tretë ndis sipas shkrimeve, e u ngjit në qiell, le rinë të djathtën e Atit. Le përsëri do të vi me lavdi për të gjykuar të gjallet e dekurit, e mbretëria e tij nuk do ketë mbarim. Besoj në Shpirtin Shenjtë, që as Zot e jetëllens, që rjell prej Atit e prej Birit, që me Atin e me Birin alurohet e lavderohet, që foli me anën e profetëve, edhe një kishte vetme të shenjtë, katolike dhe apostolike, dëshmoj një pagëzim të vetëm për faljen e mëkateve, për ngjallje të vdekurve dhe jetën e pasosur. Amen. Të dashur besimtar, t'ia drejtojnë lutjet tona shërbuesit ton, i cili me mundimet, vdekjen e ngjalljen e vet,
e mundi mekatin dhe vdekjen, e neve na dha shpresën për amshim. Të lutemi së bashku e të themi: dëgjoje o Zot lutjen tonë. Dëgjoje o Zot lutjen tonë. Ti, o Jezu, me fitor mbi vdekjen, na ke bërë të pavdekshëm. Forcoje kishën e shenjtë që me sukses të gjithë njerëzve t'u shpall këtë lajm të gëzueshëm. Të lutemi. Dëgjoje o Zot lutjen tonë. Ti, nxënësve të Emausit, u lajmërove dhe u hape sytë në ndarjen e bukës, që të njohin. Bëj që edhe ne të njohim në këtë mister të Eukaristisë së shenjtë. Të lutemi. Dëgjoje o Zot lutjen tonë. Ti me ngjalljen tënde i forcove apostujt, të cilët ishin në pikëllim. Forcoj e ngushëlloj të gjithë ata që vuajnë e gjendën në sprova të ndryshme të jetës. Të lutemi. Dëgjoje o Zot lutjen tonë. Pranon në mbretërinë tënde të gjithë ata që jetuan me shpresë në të ngjallurit e trupit. Të lutemi. Dëgjoje o Zot lutjen tonë. Pranon lutje tona o Zot, lehi ti këndjellin e rrugën ton kartlunturia e pasosur, ti që jeton në mbretëron me atin e me shpirtin shenjtë në shekujt e shekujve. Amen. Kënga 53. 53. Çfarë të ofroj o Zot, çfarë mund të adhuroj, jam këtu përpara Teje. Dhimbjet dhe gëzimet, mundimet e çdo dite, gjithçka dua ta jetoj në Ty. Pak sa unë kam, Ty të adhuroj jetën time. Gazim për mu, atë bëj vullnetin tan, ja e mire e vetme, Zot vetëm Ti, vetëm Ti. Zot po vite Ti, I hapi kratë e mi, e gëzimi yt ato I mbush. Përtrije zemrën time, që dashurit dhuroj, e në paqen tënde të jetoj. Pak sa unë kam, Ty të adhuroj jetën time. Gazim për mu, atë bëj vullnetin tan, ja e mire e vetme, Zot vetëm Ti, vetëm Ti. Çfarë të ofroj o Zot, çfarë mund të adhuroj, jam këtu përpara Teje. Dhimbjet dhe gëzimet, mundimet e çdo dite, gjithçka dua ta jetoj në Ty. Pak sa unë kam, Ty të adhuroj jetën time. Gazim për mu, atë bëj vullnetin tan, ja e mire e vetme, Zot
o vlezër e motra që flia ime dhe juaja të dale përqyshme para ky haki të gjithë pustetshëm. Unë gjithësin të ti, o Zot, lutjetona, bashkë me kushtet e flisë eukaristike, na pastro me në mirësin të ande, për tu përgjigjemi sakramenteve të dashurisë së sate, në për Krishtin, Zotin ton. Zoti i qofë me ju. Ti lartësojnë zemrat. Falenderojnë Zotin hyjnë ton. Për një mend të shpune den dhe drejt, është të trujona liburin shpetimi të të levdojnë ty, o Zotë në shdo kohë, por sidomos të malerojme me harene këte kohë, kur ju flia Krishti, pashka jonë. A i duke e kushtuar trupin e vetë, flit e vjetra e përmushi në flin e vërtet të kryqit, dhe duke u durzua në duart e tua për shpetimin ton, u deftua prift, altar le qengji vërtet. Prandaj njerëzimin e marboten galdon me harene plotë të pashkëve, por e le fuqit e eper me le pushtetet e ngjelore e këndoj himni një lavdisë së sate duke thënë pa pushim. Shëjt, 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 është Zoti i gjithësisë, qeli e toka janë plot me lavdin tënde. Hosana, Hosana, Hosana në lartësin qellore. Hosana, Hosana, Hosana në lartësin qellore. Bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit. Hosana, Hosana, Hosana në lartësin qellore. Hosana, Hosana, Hosana në lartësin qellore. Me të vërtet je shenjtë, o Zot, burim çdo shëntërie. Ty pra po të lutemi, shëntëroj të lurata me hirin e shpirtin tanë, që të bëhen për ne korpi e gjaku i Zotit ton Jezu Krishtit. A i kur vullnetarisht përpranon të mundimet, mori buken të falenderoj e theu volan zancve të vetë le tha. Merni e hani të gjithë prej këti, ky është korpi im që do të fljohet për ju. Po ashtu pasi kryedar ka mori edhe kelkun, përsërit e falenderoi, volan zanç vet le tha. Merrni e pini të gjithë prej ti. Ky është kelku i gjakutim i bezidhjes së relit e anshuar, që të derlet për ju e për shumë njerëz për faljen e mëkateve. Bëjni këtë në përkujtimin tim. Misteri i fes, kur do herë që
Prandaj, o Zot, duke përkujtuar vdekjen e ngjaljen e birin tand, po ta kushtojmë bukën e jetës dhe kelkun e shpëtimit, e po të falenderojnë që na lejove të qëndrojnë para teje të të shërbejnë ty. Po të lutemi me përvojtëri që Shpirti i Shenjtë të bashkojnë në trup të veten të gjithë ne që po marrim pjesë në korpin e gjakun e Krishtit. Le të të bjene mend, o Zot, për kishën tande të shpendar në kateranet e botës, për sose dhe danshuri, bashkë me papen ton Leonin, me i peshvin ton Arjanin dhe me gjithë klerin tandë. Le të bjerë në mend edhe për vlezërit tane motratona të cilët pushuam me spres të ngjaljes, edhe për të gjithë ata që vdiqen në mëshiren tande, pranoj edhe ata në dritën e fytyrës sate. Po të lutemi ki mëshirële për në të gjithë, që të bëhemi pjestar në jetën e pasosur, me Marin Virgjër Flince, me shenjë Jozefin fatin e saj, me shenjtërit apostujë e me të gjithë shenjtërit, që gjithëherë të pëlqyen, që të valderojnë dhe të të levdojnë, në për Jezu Krishtin, birin tandë. Në për Krishtin e me Krishtin lëne e Krishtin, ty ho aty gjipustetëshën, në bashkim me Shpirtin Shenjtë, të qofton të here lavdi, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Të nxitun nga udhëri shëlbuhesit, le si pas mesimit e ti hynor, marrin guxim të themi. Ati hyn që jene qiher, u qenjë të herod, emri hyn, parë mbrete vira jote, u bafull nesa jote, si në qiher, ashtu në buken ton të përdiqme, na hejet sot, na i fajetona, si i falin në fajtore tahan, e mos na lërtëtin në tundim, por na liron nga i Na liro po të lutemi, o Zot, prej të gjitha të këqijave, dhe për mirësin tande na jep paqen e ditët tona, e në saj të mëshires sate, do të lirohemi për gjithmonë prej mëkatit, e do të jemi sigur prej çdo turbulimi, duke pritur shpresën e lume, ardhin e shpëtimtarin ton, Jezu Krishti. Ti o Zot jone. Ti e i gjipustetshëm, ti e i lumtur në anësh. O Zot Jezu Krisht, ju che se n'apostolive te tu, po ju le pacem, po ju ja pacem time, moshi shiko me kate tona, por fenj e kishtë sate. Jepja saj si pasunetin tam, pace dhe bashkim, ti që jeton në mbretëron në shekujt e shekujve. Paca e Zoti qof për her me ju. Jepja në njëri tjetri shenën e paces. O qënë që hyt, që shlen më katët e botës, ki më shirë për ne. O qënë që hyt, që shlen më katët e botës,
Ja qengji hi hyt, ja i që thyen mëkatet e botës, lum ata që janë të thirrur për gostin e qengjit. Unë nuk jam i den që të marrë pjesën e kryesën tënde, por thuaj një fjalë të vetme dhe shpirti im do të shërohet. Sot ne këndojmë me prohori, Aleluja. Nuk kemi pse të arim në zi, Aleluja. Se tarit më sham në kaloj, Aleluja. Dhe dit gëzimi që goj, Aleluja. Se tarit me sham në kaloj, Aleluja. Dhe dit gëzimi që goj, Aleluja. Sot ne këndoj me prohori, Aleluja. Se biri Zotit me lumni, Aleluja. Fuqit mizore i theu, Aleluja. Dhe mba njërzimi në shpërbleu, Aleluja. Fuqit mizore i theu, Aleluja. Dhe mba njërzimi në shpërbleu, Aleluja. Sot ne këndoj me prohori, Aleluja. Nuk kemi pse të arim në zi, Aleluja. Se tarit mërë sham në kaloj, Aleluja. Dhe
Te lutemi. O hyj i pustet që ne jam shuar, me ngjaljen e Kristi ti na përtrim për jetën e pasosur, shunzojnë në ne frytet e sakramentit e pashkeve, dhe na forcon e saj të ushqimi të shpëtimit tonë. Ne për Krishtin, Zotin ton. Amen. Ju kujtoj dhe njerë çfarë janë takimet të gjatë javë. Çdo ditë, përveç sot, kemi në orën 5 ruzaren e shenjtë, jemi në muaj maj të vazhdojnë në mënyrë përbashkët, kush dëshiron me lutur të kishë, por të gjithë jeni ftuar për me ba një lutje veçantë, sidomos për paqen e botën në për shtëpinë tuaj. E marte, që gjithmonë kemi meshën orën 6 mramjes, ndërsa premte e ardhshme, ruzar do t'jetë si gjithmonë në orën 5, pëse nuk ka adhurim, për një javë nuk ka adhurimi, sepse kemi një rast të veçantë, ka një përgatitje, një paraqitje, një libër që na intereson të gjithë, ashtë për dialogu ndërfetar islamo-krister, te libreria në rrugë e Kavajës, te libreria e kishës Zemrës së Krishtit, kush dëshiron merr pjesë, është një rast të bukur edhe një vepër vlerëshme që u bë nga një profesor Universiteti Gregorianes që u përthy në Shqipë e përcoj asë një kontribut për të lloj dialogu. Kemi personalitet të ndryshme edhe nga bota islame edhe nga bota kristiane që do të prezentojnë kjo formë dialogut e balafaqim ndër dy realitetet që mes nesh janë tepër rëndësishme, jetojnë në këtë ambient. Për të arsye edhe në fretë dëshirojmë me marr pjesë atje. Kush dëshiron mban rozar këtu në kishë, kush dëshiron me vijë atje, as i mirë pritur. Një lajm tjetër, diçka i vogël, as se famulitarin tuaj ka botuar diçka i vogël, as një libresë në bashkëpunim me shoqëria biblike, titulli është Ulla e Ungjilit. Është një libër më shumë storico-arkeologjik, për çka i përket Shqipëria. Monumenti më i lastë i krishterimit në Shqipëri, rruga Egnacia, ndoshta keni dëgjuar për këtë rrugë, që është rruga romake, që ka një histori shumë gjatë, shumë e pasur, por ka një radhë jo i vogël edhe në ungjizimi filestar në kohë apostolikë në Shqipëri. Edhe gjëna më interesante është se këtu në Shqipëri, me konsistencë, kemi disa reliket arkeologjike akoma e saj rrugës. Disa zonat e ka akoma kaldreni original romak, disa urat e disa instalimet e rrugës që banë se edhe sot kemi mundësi pjesërisht me shkelur rruga që ungjiltarët e parë, jo vetëm legjone romake, e kanë përdorur. Kusha është interesuar e keni atje të Nazri, kushton 200 lekë, por nuk janë lekë që fitoj unë, pëse është botuar nga shoqëria biblike, ata e kanë mbetur edhe mbajtur shpenzimet. Zoti qoftë me ju. Ju bekoft ty i gjipustetshëm Ati, Biri dhe Shpirti Shenjtë. Mesha u krye, shkonin e pace. Mbretëreshe qelit kësohu, ale, aleluja, se Jezu Krishti që e ke mbajtur, ale, aleluja, dashuri gjithashtu si premtoi, Alleluia, den bragazor.